Ishte duke xhiruar tragjedia në familjen e aktores së njohur djali i saj ndroi jetë papritur në moshën 30 vjeç. Aktoria e njohur kubane Ailin Muika po përjeton një nga momentet më të dhimbshme të jetës së saj pas ndarjes së papritur nga jeta të djalit të saj të madh Mauro Mendes, i njohur në botën e muzikës me emrin artistik Mahez. Lajmi tragjik u bë ditën e dieshme publik nga gazetarja Mandy Friedman, duke u konfirmuar më pas edhe nga televizioni Telemundo. Sipas raportimeve, Mauro ishte në prag të 31 vjetorit. Ailin Muika e mori lajmin e rënd ndërsa ndodhej në Bogota të Kolumbis, ku ajo kishte nisur xhirimet për reality show-un Top Chef VIP. Pas njoftimit, aktoria u largua menjëherë drejt Barbadosit, ku ndodhej djali i saj për të kryer procedurat e nevojshme dhe për të marrë trupin e tij. Babai i Mauros, muzikanti kuban Osamo Mendes, konfirmoi humbjen përmes një mesazhi prekës në rrjetet sociale. Më falni, nuk mund të flas. Djali i Mauro vdiq mbrëm dhe jam i shkatëruar, shkroi ai, duke treguar se ishte nisur për të marrë trupin e të birit. Sipas raportimeve të para, Mauro kishte shfaqur probleme shëndetësore dhe po vuante nga pneumonia përpara se të udhëtonte drejt Barbadosit për të ndjekur një ndeshje bejsbolli. Burimet pranë familjes pretendojnë se Ailin i kishte kërkuar të mos udhëtonte dhe të vazhdonte trajtimin dhe të pushonte. Megjithatë, ai kishte vendosur ta realizonte udhëtimin. Gjatë qëndrimit në ishull, Mauro raportohet se pati vështirësi në frymarrje dhe u dërgua në spital, ku më pas ndëroi jetë. Disa media kanë shkruar se ai mund të ketë pësuar një infarkt lidhur me komplikacionet e pneumonisë, por kjo pistë nuk është konfirmuar zyrtarisht nga familja apo autoritetet. Mauro ishte djali i madh i Ailin Muika dhe muzikantit Osamo Mendes. Edhe pse ishte rritur pranë botës së spektaklit, ai zgjodhi të ndërtonte një karrierë të pavarur në industrinë muzikore, që në fëmijëri kishte studiuar instrumenta si piano, kitara dhe bateria, ndërsa më vonë u orientua drejt produksionit dhe muzikës elektronike. Në emrin artistik Mahez, ai u bë i njohur si DJ dhe producent, duke eksperimentuar me zhanre si house, Afro House, Tech House dhe Mombahton. Gjatë karrierës kishte performuar në klube dhe festivale të ndryshme, si dhe kishte bashkëpunuar me emra të njohur të skenës ndërkombëtare. Në vitet e fundit, Mauro po punonte për krijimin e një identiteti të ri muzikor dhe të një labeli të tij përmes së cilit synonte të mbështeste talentet e reja muzikore në elektronik.